Shqipëria dhe Kosova kanë qenë gjithmonë aleate të ngushta me vende si Shtetet e Bashkuara, Italia, Turqia dhe Gjermania. Këto shtete kanë ndihmuar shqiptarët në momentet më të vështira, nga pavarësia e Kosovës, deri te mbështetja politike dhe ushtarake që vazhdon edhe sot. Megjithatë, një pyetje lind shpesh: pse këta miq të mëdhenj nuk sjellin investime të mëdha në Shqipëri e Kosovë, por më shumë në vendet fqinje si Serbia apo Maqedonia e Veriut? Arsyeja kryesore nuk është mungesa e dëshirës, por mungesa e kushteve të favorshme për biznes. Investitorët kërkojnë stabilitet, rregulla të qarta, drejtësi funksionale dhe infrastrukturë të zhvilluar. Kur këto mungojnë, kapitali shkon atje ku rreziku është më i vogël dhe fitimi më i sigurt. Serbia, për shembull, ofron treg më të madh dhe marrëveshje më të mira me Bashkimin Evropian. Ndërkohë, burokracia, korrupsioni dhe tregjet e vogla e bëjnë hapësirën shqiptare më pak tërheqëse. Megjithatë, miqësia me këto vende mbetet e vlefshme, sepse sjell siguri, ndihmë dhe ndikim ndërkombëtar. Tani sfida është që Shqipëria dhe Kosova të përqendrohen në reforma të thella, transparencë dhe forcim të shtetit ligjor. Vetëm kështu, miqësia politike me Shtetet e Bashkuara, Italinë, Turqinë e Gjermaninë do të kthehet në investime reale dhe zhvillim ekonomik që ndihen në jetën e përditshme të qytetarëve.